3 nëntor 1937. I dashur vlla. Por, le të ndalemi pak. Imagjinoni një moment, ju zvoglohet rroga, nuk ju del në kohë dhe në vend që të kurseni, ju dhuroni. Kjo nuk është një prallë, është një histori. Një histori pas kësaj letre. Një letër e Fan Nolit për mikun e tij Kiçon Priftin në Rehov të Kolonjës. I dashur vlla, po ju dërgoj me anën e vllait tuaj një dhuratë të vogël prej $5. Jo se më teprojnë, po se dua t'ju provoj që kam dëshirë t'ju ambaroj lutjen, të paktën pjesërisht. Këtej që prej 3 vjetësh vuajnë të zi të ullirit nga të gjitha pikpamjet, dhe financat e Shën Gjergjit janë aq keq nga shkaku i borxheve me të cilat na mbyti i bekuari Anastas Pandele. Dies past me shokët. Sa rroga na zvoglohet çdo mot dhe nuk paguhet veç se cop dhe me një vonesë prej të paktën 2 a 3 muajsh. Inshallah, ndreshen punët nga Marsi kur të çelen gjethet. Me të fala dhe bekime, uron njësi juaj me Krishtin, Fan Stiljan Noli.